Mi mbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte do të flasim për një ngjarje, ose s'mund të quhet ngjarje, por një gest, një veprim i aktorit Robert Ndrenika, që shkoi në sallën e gjyqit dhe i puthi ballin Erion Veliajt. Ka pas zëra që e anatemojnë Robert Ndrenikën dhe ka pas të tjerë që thonë mirë e bëri ose çat keq e ka këtu. Unë do të diskutoj sonte për këtë dhe për gjendjen e PD-s para ditës që do të kenë zgjedhjet që janë zgjedhur për të zgjedhurin e përhershëm dhe të përjetshëm PD-s, doktor profesor Sali Berishën. I vetëm garë dhe shkojmë për zgjedhje. Imagjino çfarë absurdi është ajo parti që pretendon që ka sjell demokracinë dhe lirinë në Shqipëri, mas 35 vjetëve vazhdon të jetë e vetme. Tashmë as formalisht, edhe përpara formalisht i kanë bërë zgjedhjet. Po tashmë as formalisht. Sa e rënduar është situata. Në anën tjetër do diskutojmë dhe për Partinë Socialiste, gjendjen e saj, ka dalë një Elisa Spiropali që flitet që pritet sjellë ndryshim. Për gjitha këto do të flasim me sociologun dhe analistin Ergis Martyri. Ergis, si e pe këtë gestin e Robert Ndrenikës dhe interpretimin e masës, disa me orretit, disa e përçmun, disa e baltosën, disa tjerë thonë mirë e bëri. Për mu, pse duhet ketë këtë vëmendje? Ai bëri një veprim ashtu e ndjehu, ka drejtën e vet. Qose do ta gjykojmë, kuptimin, jo gjykim është fjalë e madhe, por nëse do të japim një vlerësim, a mos vlerësim për Robert Ndrenikën, unë them duhet ta japim si aktor. Pra, përse futemi në këto dhe bëjmë lajm kur s'ka lajm? Ja, duhet ndajmë aktorin Robert Ndrenika nga pastaj aktori publik Robert Ndrenika. Aktori i filmave Robert Ndrenika sigurisht është aktori nga më të mirë ndoshta i kinematografisë shqiptare, unë s'kam ne respekt për kinematografinë shqiptare. Aty jemi një kam ne vlerësim. Ato mund të jenë aktorë të mirë, po jam në filma të këqij dhe aktorë të mirë në filma të këqij. Ajo pastaj ka diskutim shumë më. Ndoshta ja vlem bo si ashtu, po ai nuk do ta bëj sot këtë temë, unë kam shprehur opinionin tim. Siç janë filmat, janë dhe aktorët, ka preashtime të rralla si kudo, po jo në tërësinë e vet kinematografia ka qenë disaster. Por sigurisht si person pastaj duhet ndar nga aq më tepër në moshën e tij, më them që nganjëherë në atë moshë edhe i falen njeriu se nuk është. Por problemi është, shikon, nuk është vetëm ai, ishte edhe një tjetër që i puthi dorën. Pse ti? Shiko, nuk kanë si pse ti falet më, ç'a boni ai që ti falet? Jo, domethënë është mosha që ndoshta nuk e. Ai ndjen kivelia. Ka dhe sentimente njeriu, më nuk bonin ai gjë. Ishte një aktor tjetër që i puthi dorën Veliajt. Ne marrim Robert De Niro s'kalon gjë pa i thon Trumpit. Po pra, s'kalon gjë fashi bëjot. Në anën tjetër për Kamala Harris, për Obama, për këto ka qenë çmen. Po. Domethënë për mirë, kuptini, i namoruar me to. Kështu e ka vendos veten ai, po domethënë do të mësohet me ka gjë. Unë jam i bindur që kjo aktoreja që i puthi dorën Veliajt, kjo si ja ka puthur prindërve dorën, jam t'ia puthë Veliajt. Unë jam i bindur për këtë, po gjithsesi, shiko, ajo që thotë është e drejtë. Aktori ka drejtë këtë opinionet e veta, publike, politike, jo, pra çdo artist, morim artistin. Në thelb ka sa dush tretesa që flasin për artin si instrument politik. Arti nuk mund të rri jashtë politikës, më thënë është vështirë ta veçosh nga politika. Për sa kohë që arti merr pjesë në realitet, flet për realitetin, ilustron realitetin, dëshmon realitetin e tjerë, arti është i angazhuar politikisht. Por arti është i angazhuar politikisht në funksion të një ide, në funksion të një kauze. Jo në funksion të njerëzve apo në funksion të partive apo ku dëgjon. Njerëzit këto kanë sentimente vetë, kanë dobësitë vetë, kanë forcën e vetë. Po themi, jo si shoqëri pse duhet ndahemi ne kaq bardhëzi. Ore kam qejf ta puthërion Velit. Po pastaj. Mirë, dakor. Përse duhet bëhem unë njëri diskutoj qefin e dikujt, por ne flasim përgjegjësia intelektuale që ka një artist. Flasim një artist që ka përgjegjësi intelektuale. Unë aktorët nuk i shoh si aktor, si personazhe politike.
Aktori është më shumë interpretativ, është më shumë është në rolin e interpretuesit, nuk është krijues në thelb. Po megjithatë, jo se edhe sociolog, përse duhet ta shohim aktorin apo cilin do me mënyrë të tillë. Erion Velia ka bë krim, është i dënuar ai është aty duhet gjyku. Tash i le të gjykohet deri pastaj ti duke mbrojt para gjykimit, ti po e mbron nga hetimi në farë mënyrë, sepse shiko, Velia dhe prandaj ka thritat aty, mos se si do që Velia më ka shkuar vetë. Afrizës kanë shkuar më aq, Po ku i më thirrën hamën që Velia, shkuan gjithë, po ku e morën vesh ata? Domethënë i kanë thonë, Po e dishëm me gjyqit, del data gjyqit. edhe shkuan me qef Po njërin aspekt e di si puna. Unë e konsideroj ndryshe. Pastaj më fal, them Velia i ka ndihmuar ato për fonde për çfaqje për gjona jona tjetër, janë mirënjohës. Sepse ne knegër kë Martin. Po tash, nëse ti i puth dorën e kokën tjetrit se të ka dhënë, ku diun, njonin e kishte bë me shtëpi, kishte dhënë kredit but, tjetrit i ka dhënë. Po mirë, çka ka bë krim që i ka dhënë kredit but. Po mos ka bë, po ta puthosh vetëm se më ke dhënë lek, tash kjo është shumë shqiptare, shumë banale tash, ato kjo është çik. Dakord, më edhe mu banale. Me ty jam, nuk kemi pse e kryqëzojmë atë, po gjithsesi po veprimi i mirë nuk është, domethënë nuk mund të themi që. Po pse duhet t'i japim këtë hall? Ky hall na ka ngelën që e puthi Robert Drenika apo se puthi, e kuptoj që ishin halla për ne merrem me këto. E kuptoj që ishin gjithë emisionet Parmërom ishin e puthi se puthi Robert Drenika, pse e puthi, si e puthi, ku e puthi. Mirë, shiko, këto darkave pastaj këto i bën edhe me spostuar vëmendjen se nuk duhet të marrë politikën. Ke pati që të merret media me De Niro, që kush është De Niro? Që të merret, e japin një moment ka dhënë këtë një ashtu, e jep bile se japin këto reelsat e vegjël ashtu, po nuk janë bëj emisione për De Niro në burg. Bllokohet gjithë media për Robert Drenika. Dje ishte gjë tjetër që u morën me këtë dhe s'u morën më shumë me gjyqin e Lirmetës ose me kuptim, po domethënë u morën me ose me se ka qenë një debat për se Meta thotë duhet të dal nga Kafazi, duhet se është kjo çështja e Kafazëve aty, po gjithsesi çka mendon për Kafazin me qesolle. Për Kafazin unë mendoj këtë që Ilir Meta, si të gjithë njerëzit e Republikës së Shqipërisë, duhet të zbatojë ligjet siç e bëjnë tjerët. Stashën për Ilir Metën, ja. Çfarë mendon ti për Kafazin sa gjyqit? Po atë, shiko, për mua sa gjyqet mund të shmanget Kafazi. Megjithatë ajo, duke qenë gjykatë e krimeve të rënda, ka një rregull tjetër sepse aty janë kriminalë shumë të rrezikshëm. Dhe mendon që për demokratike ke pa këtë. Që unë nuk jam ekspert burgjesh, po ka dhe vene, po mirë, nuk ka Kafaz. Kriminalet më të mëdhenj ulen midis avokatëve. Në Italia e ka hequr. Unë jam dakord që ta heqin. Për çudnim. Unë jam dakord që ta heqin. Një njeri, kushdo qoftë ai, ti e di shumë mirë në Amerikë dhe kur është dënuar me vdekje, deri në momentin e fundit i bëjnë gjithë shërbesën fetare, i japin ushqimin e fundit, domethënë sigurisht se ka drejtat e veta çdo njeri që vlen burgosur. Sikur të jetë në kafshë e kopshte zoologjik, është. Jo, për mua, dhe ato që rekomandojnë qofshin europian apo qofshin amerikan që ja rekomandojnë, pse nuk e aplikojnë vendin e tyre? Pastaj çfarë rrezikshmëri e ka? Ore dënohet 100 vjet Ilir Meta. Jo, unë po them unë mund të jem dakord ta heqim fare Kafazin, por nëse ai Kafazi është aty për çdo të burgosur, Ilir Meta si të gjithë burgosët e tjerë duhet të rrinë Kafaz. Këto që bëjnë këta. Këto papagonat që e kanë bëu vetë kanë apo. Po këta tash, se deri dje kanë qenë me hekra Kafazit, sot janë me xham. Tashi që po dënohet Ilir Meta, u kujtuan këta për drejtat e burgosëve. Tashi kjo nuk shoh fare dhe kjo është shumë e vështirë. Këtë pjesë jam dakord. Ilir Meta është qytetar i Republikës së Shqipërisë gjithë tjerë. Se këta thonë jo po është president, por mos është president. Nëse ai ka vjet është hajdut, s'është president. Domethënë nuk ka këtu pse ke qenë president, duhet ti gjykohesh në mënyrë privilegjume. Kush e ti valla? Hajduti nuk ka histori si vrasë tash. Jo. Nuk qofse ka vrasë sa. Nëse unë po them këtë. Nëse je duke gjykuar për hajdut dhe ke vjedh dhe do shkosh në burg për le të kesh qenë presidenti. Para se me qenë presidenti i hajdut dhe do japësh llogarisë hajdut, nuk do japësh nuk do nderor si. Pra, domethënë se bëjmë bal fare. Po mos po bëj bal, do të them. Bëjmë bal, tash se je edhe djalë. Nuk ka rëndësi. Jo. Presidenti i Republikës është qytetar me të drejta të barabarta me çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë. Ka një statut veçantë. Ne e pam Sarkozyn. U bë gjyqi, marroi gjyqi. Po ashtu bë gjyqi. E morën në mënyrë krejt normale. Se sido që t'jetë, ka një statur tjetër, një ish president apo kryeminist, nuk po themun mos dënohet. Pse ka statur valla, në qoftë se ti po gjykohesh për vjedhje, për keqbërje, apo sa isu gjykuar për shpërdorim, por ti do je barabartë në gjithë qytetarët e Republikës. Po Ilir Meta më bëhet. Po jo më s'është Ilir Meta, po për gjithë kam unë. Në qoftë se ti ke qenë president, po pastaj. Çfarë do të thonë se ke qenë president? Po mirë, më e lejm kështu. Se duhet të jetë një president i privilegjuar për të tjerëve? Ti bota, jo thash. Po kshu i bëj. Ti Robert atë presidentin e Francës e morën
e morën ashtu si zvarë. Po ashtu, shiko, atje edhe e mbyllën kafaze. Presidenti i Francës, jo, po tash gjë tjetër. Nuk ishte president Trumpi, gjendje e lirë, shkoi aty. Presidenti i Francës u gjyku në gjendje të lirë. Tani presidenti i Shqipërisë akuzon, sulmon, kërcënon Spakun publikisht, nuk e di unë çka ka bën Çertas. Dhe normalisht Spaku mendon që edhe Berisha e kërcënon Spakun publikisht. Po mirë, pra varet tash nga prokurori. Se ky double standard. Shumë bukur e kapi. Pse ky double standard për Berisha? Sepse janë gjithë prokurorët i soj. Njëri gjykon kështu, tjetri gjykon kështu. Sepse nuk kemi double standard? Po është double standard, po double standard tamam do ishte nëse ishte i njëjti prokuror që do gjykonte kështu. Nëse pse s'është i njëjti? Jo më ka një standard. Kërcënimi është kërcënim, ligji. Interpretimi i ligjit është variante ndryshme. Njëri interpreton kështu, po kështu është tash çet do. Kërcënimi di ka ndryshme me Berisha. Publikisht. Por ai ka thonë unë të jetë thyn mes unë i bi ngrushme të fortit e thyn mes. Tash çfarë? Ajo banaliteti i Ilir Metës, që fatkeqësi, që ka qenë president e kryeministër i vendit me atë banalitet sjellje që ka bërë. Ai nuk hyn burg me këto llafe. Po. A këton ai duhet të ketë bëjë gjëra të tjera sepse këta që kanë gjykuar që ky duhet gjykohet në gjendje arresti, normalisht e shohin si kërcënim për provat minimumi. Por e kishim ku ishim ke Robert po. Unë kam dëgjuar në atë farë mënyrë një njeri në atë moshë thyme ka dhënë kontributet e veta ai sa ka dhënë. Unë kam i kantautor rocker, domethënë që e kam shumë qejf, Alice Cooper quhet, që është shumë. Ai ka trajtuar këto debatet që bëhen në Amerikë kur ka pas artistë që janë rreshtuar në krah të Obamës dhe ca të tjerë në krah të Trumpit më parë. Dhe Hillary të Trumpit, domethënë këto artistët republikanë dhe demokratë. Dhe ai thoshte kështu, shiko, për mua thoshte, artisti nëse është në politikë dhe bën politikë për të mbrojtur një kauzë, ai është në rregull. Por nëse ai është në politikë thjesht me kref apo me i shërby. S'është me kref më. Po them po si ndahet, pastaj çështje tjetër se si i rregullojmë. Nëse artisti është me shërby, dihet janë gjithë liberal. Pjesa dërmueshte janë liberal dhe sigurisht do shkojnë për liberalët. Nëse bile sa tjetër. Nëse ai është aty për bindjen e vet, kjo është një gjë tjetër. Por nëse ai është aty për të shërbyer një politike, se do me përfitua apo se ku diun është militant apo kjo pastaj është problem tjetër sepse kjo do thotë ta përdorësh artin për interes politik. Çfarë përfiton? Artin ka përfituar pra shtëpia Gjona kanë marr, por jo Roberti më, nuk e di edhe Roberti. Po shumë mirë më i bëj japin shtëpia njerëzve fukarej. Po pse ka bërë krim se i paska dhënë Robert Dernikës një dhomë? Jo, por ose e paska çuar në spitale? Jo, nuk ka bërë krim që e ka dhënë, bilese Robert Dernika meriton shumë më tepër. Por nëse Roberti i bën këto vetëm sepse ka përfituar këto, atëherë kjo është abuzim me profesionin. Ky quhet prostitucion. Unë nuk e kam me profesionin. Pra ti e prostituon profesionin. Unë nuk e kam me Roberti. Asun, jo se Roberti pse duhet i jepte kaq rëndësi media dhe ta mbante gjarë. Media pastaj dha rëndësi sepse media s'ka fare rëndësi valla. Sepse media unë besoj që nuk kam thon asnjë fjalësh. Është tera parë që morën media. Sepse nuk kam se diskutoj ti hy tjetër. Këtu mor media për simpatitë e për mos simpatitë që ka. Këtu mor media pse i tha njëna Kuçk në emisionin tjetër, domethënë këtu banalitet merret media, dhe media jonë është banale. Po pra. Ky domethënë ne kemi përfunduar. Dhe në disa raste është dhe qëllim. Jo, e bukur është që media bën moral gjithë ditën, ë? Bën moral. Media është pjesë e kësaj tallavaje. Media është ajo që ka përfituar nga marrëdhëniet me pushtetet politike. Media është ajo që ka përfituar nga sigurisht është një nga faktorët kryesorë të megjërimit politik, moral, kulturor etj etj të vendit. Po gjithsesi, shiko, pjesë e kësaj është kjo, gjithë, domethënë edhe pra jemi një tër, nuk kemi pse ndajmë veten tash ta bëjmë shigjur që gjetëm Robertin edhe ti bim tash. Ne jemi një tër e burrë. Unë mendoj që një për arsye pse u morëm me këtë është dhe me shmang vëmendje nga politika, sa më shumë më marr me gjona koti, aq më mirë është se i vëmë njerëzit në gjumë. Ky është misioni i medias. Prodhoj opium që ti maj njerëzit në gjendje jo të vetëdijshme për realitetin ku jemi. Ergjys, ju keni qenë gjithmonë pikpamjet tuaja i djathtë, megjithëse unë jam për atë që Shqipëri s'ka të majtë djathtë. S'ka, po ne jemi ne djathtë. Politika s'është. Po ne si individi jemi, se ti djathtë, nuk është. Ja, nuk e di se, jo, unë jam i qendrës. Po mirë djathtë, gjithsesi. Qendrës djathtë edhe jam si. Ti për liri dhe çështje sociale jam liberal, për çështje ekonomike jam liberal. Jo, konservativ. Do
nuk kanë megjithëse marrë vesh nga ekonomia, Po. se këtu dalin gjithë folin për ekonominë, për Normale, për honën, gjithë për gjitha. Tashti problemi është që ajo që është quajtur partia e djathtë për 35 vjetës që për mendimin tim as ka qenë, as është edhe as do të jetë, kështu do e mbylli. Po. Kam një kongres që e thash në fillim të misionit është formal. Unë nuk kuptoj një gjë që pse gjithë ato që kanë dalë nga kjo parti, dhe mirë, bëjnë opozitën, ose tjerë që bëjnë opozitën, ose vetë media që merret me këtë parti, Berisha. Kur ajo parti dihet nuk ndryshon. Shkon keq e më keq. Edhe aty nuk i duhet, aq i duhet. Sepse fillim bisedës ju thatë me drejtë që pushtet është dhe ajo opozitë. Ka mandate, përfiton të regjona, morin rrogat i kanë kështu ato për karamele, po morin përfitime tjera me alligerishet që bëjnë. Se kjo dihet është. Atëherë këta që dalin dhe që e din që nuk ja morin atë parti Berishës, sepse edhe kur ka qenë Lulbasha, nuk e kishte Lulbasha. Po, ishte Berisha patjetër. Përse ngulin këmbë e mor, aq më tepër që ajo është e falimentume. Ti e ke për Saljanjin apo për gjithë, për Saljanjin, për tjerë që kanë dalë, përse këto të rritë që dalin, ose që kryun parti që ka të vogla, ose si ky Shabani sharron me sharë, thot Luca. Përse këta nuk bëjnë një grupim të vetin, por imitojnë, o dun t'ja morë, nuk ta japë më unë partinë, funja funit unë këtu justifikojnë 100% Berishën, nuk ta japë. Forca me e morë nuk ke, struktura me e morë nuk ke, unë të ta morë me vetën vorë, thot ai. Tash aja vle që presun dhe kur shkoj Berisha në vorë dhe prap nuk e merë atë partisë të ta mori familja? Jo, ajo ndoshta parti nuk e merë, por ata që janë në atë parti, ata kanë drejt të thonë të vërteta. Sepse tash s'ka kuptim që jena parti. Kush nuk i dikton ajo që kanë kujtuar tash me thonë të vërtetat, këto të vërteta ne i dim ka 35 vjet. Po patjetër, po. Çukur o kriju kjo parti, si o kriju. Duan thonë ato të vërteta se tash. Po janë thonë, po thonë. Se unë se kuptoj se derisa doli Sanjani s'flis asnjëri, domethënë nga humja zgjedhje deri rishin gjithë ciu, domethënë auto çfarë parti është kjo dhe i thot vetes Partia Demokratike dhe s'ka drejt njëri të flasi, i qepin gorën, nuk thot gjysmë llafe kush. Për gjona që u lërasin, për gjona që hume zgjedhën duhet ikë në shtëpi, se ke edhe me statut që duhet ikë në shtëpi. S'flet kush. Domethënë për gjona që ti je 82 vjeç, non grada, i falimentuar me këtë parti në humin më thellë që ka qenë herë dhe s'flet kush, s'hapzonin kush. Ore flasin gjithë me janë thonë, janë thonë, janë partisë, se jashtë flasin gjithë, më në s'flet asnjë. Ato kur dalin, pastaj ato që dalin, dashmëri dalin sepse janë prish qefet e veta. Po patjetër. Janë prish raportet e veta. Dhe po e shohin që si puna e Titanikut, që ajo po shko kështu ajo anije. Po ka tjerë që e kuptojnë edhe prapë rrin aty. Po jo më e kuptojnë se nuk e kuptojnë, por mos ta kuptu sepse janë të kap. Disa nuk e kuptojnë se të garantojnë Flamur Noka nuk ka si e kupto. Se Flamuri do shkojë bashkë me Berishën. Po e kanë tjetri, Çuni Fariut, tjetri do shkojnë bashkë ato gjithë. Se e din ato ku këta tjerë tash, këta. I merrti ato nesër me pas një grupim pune ti, e merrti ato? Po sigurisht shiko, ka dhe gjë, kush ka qenë ke Berisha, në borrin e Berishës dhe krau i afërt i ngushtit Berishës e ka djeg vetëm përfundimisht, dhe ata prandaj nuk shkëputen dot nga Berisha. Sepse ata nuk kanë dot politikë, nuk kanë as kualitet, as backbone, as kështu si themi ne, politikë nuk kanë jashtë shërbimit. Në atë mënyrë tu ka sa vjerë si thaj. Ata i shqiponja si erdhe deri këtu në tu ka sa vjet. Ty tjetër tu lupi. Po. Tu lupi. Shqiponja të fluturu kërmillit tu lupi. Tu lupi. Po, shiko, këta pranë ato nuk i afrohet më njëri dhe problemi është unë e shoh humbje kohë se si do ja marrësh më valla tash. A u ndat? A e shifni që s'ja merrni vet? A e shifni që ai ka marrë rrugën për të shkuar tat pjet? Përse humb kohën? Shiko, aty tregoj që këto nuk kanë forcë me kriju, nuk kanë as ide, nuk kanë as. Po shiko, edhe nuk është kollaj të krijosh një parti tjetër para. Absolutisht nuk është kollaj. Po nuk bëhet sot për nesër. Shiko, dhe një gjë, unë mendoj që pavarësisht se këta thonë që është Partia e Berishës dhe të tjerë. Jo, nuk është Partia e Berishës. Ajo parti është kriju nga dhjetori 90. Do thush ti, u shit, u blej, bëni ramizi këto sigurisht, këto janë kanë gjasë. Po pra, jo. Çfarë mos i hym dhjetori 90 se ajo katastrofa. Nuk po i hy si u bë ajo parti. Unë po i hy që ajo parti ka përfaqësu me të pa drejt interesat ose idealet e njerëzve që e votuan. Ku kishte ideale më?
A votuan Ku ishte a dolën përsekutumit, u shitën gjithë njëri mas tjetrit. Po jo mos të Tu mor çonta, tu mor lekë, për lekë, më sa morën lekë të konfesimeve. Marun, ku i ke përsekutum. A do me fol drejt. Ti thu ska. A do me fol drejt. Tash po ka ca njerëz. Jo më kasa, po un po them si grupim vëlla. Ku i ke përsekutumit? Olla, edhe herë. Ku i ke përsekutumit? Thuajti mu, pse nuk krijon dot një forcë politike në vete? Se nuk i la Berisha valla, i për çao, i Kush të le më burr? Po s'të le njëri, po këtë po them, si më desh ka ti lejon. Çoj nuk tash, hajde ti. Po ajo është. Po jo më nuk ta lej. Ose si më dalti, ai ditë njëri jam vetë, sa këtu valla. Jo valla, ditë me konkurrencë kjo se sport valla. Po s'le më Se le njëri. Berisha. Shumë mirë që s'ja le Berisha. Ta kanë hungur drumë, Berisha. Shumë mirë që s'ja le Berisha. Po ne tash ku i ke pra, çin ke një forcë politike që dol. Gjithë bon kaq të kohë. Edhe un po them një gjë. Po them s'ja le Berisha, sigurisht që nuk ka lëmë, edhe ti më qen nuk e le. Ku ke pati të hiki unë? Janë strukturat që ndren. Janë organizmat që ndren që mos të unë nuk shkoj dot aty ke Berisha se nuk më le ajo sedra ime, domethënë, po problemi është që njerëzit kur e kanë votuar PD-n, e kanë votuar PD-n në atë kohë, 91. Kishte ideale ëndra ky vend atë kohë tash mos na Kishte njerëz që doishin i Shqipërisë si Europa më valla. Ti valla, e ke votuar PD-n ti? Jo. Asnjëherë? Jo. Po s'kam qenë, unë kam ikë para se më votu. Po a ke dash PD-n fillim? Jo, më jo, ka ke shpresuar që ky do bëhet, ky vend do bëhet si Europa? Jo, kam një artikull të bëmë në atë kohë dhe e vazhdojmë. Po. Përfaqësojmë demokratët sot Shqipëni. Ta gjeta jap. Edhe kam ndonë analizë gjithë. Si më Po më fal. Prit një minutë. Publicitet. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Sepse unë një gjë tash kur flasim ne për ideale, Shqipërinë si gjitha Europa, ne atë nuk e kishim të brumosme dhe të organike të mbrëmshme. Në odhën ngjarjen e Europën lidore, një gjumë në Europa, dulem dhe ne bishti funit i kavallit. Unë ta njerëz që bishti funit. A doishin ta i parti që ta bëjë Shqipërinë si Europa? Nuk kishim idenë e partisë. Po ti tash lutem shumë kur ka shkuar studentët ke Ramizalia. Nuk po thena që populli është i qartë politikisht i vetëdijshëm. Skandali ishte më burr, s'kishte asnjë qartë. Ishte normale mos kishte qartë. Po populli i mbyllur si 50 vjet. Po ku janë idealet? Po ideali është fakti që ne duhemi Shqipëri të mirë, duhemi Shqipëri ku nuk vjedhet, duhemi Shqipëri që zhvillohet, që ecën me propagandë më burr. Po, ore nuk është dëshirë valla. Dgjoni. Mos thym ke 90-ta se nuk dalim deri nesër. Po mos po hym ke 90-ta, mos thym ke 90-ta se nëse jemi këtë gjendje, jemi pikërisht sa ala maj mitin e 90-s, vjetorin 90. E majmë si mit dhe kush e man Sali Berisha. Po më mirë, dakor, unë nuk jam duke vlerësuar as njerëzit që bën Partinë Demokratike, as unë po them që ajo parti është ngret mbi dëshirën. Nuk është ngret. E kanë ngret, ka dalë nga gzyrat e Komitetit Qendror Zotëri. Ajo ka përfaqësuar zona më vëlla me të padrejt. Ajo është, shiko. Po çfarë ku ore një gjë, aty ishte fusha e hapët. Pse nga to tregon më zot, jo më doni të krijoni një gjë që nuk është. Nuk është mëse rezultati sot mas 35 vjetësh më. Se u krijuan, nëse ta zëm, po marrim skenarin që thotë që ka gjasa të vërtet, që e ka krijuar Ramizalia me njerëz të vet. Ja ta them pse e krijuar. Pse e ka krijuar Ramizalia? Sepse Ramizalia e ditën që nuk e mande dot më këtë vend. Po pra. Dhe duhet qenë pse nuk e mande dot më? Sepse njerëzit poshtë gëlojshin vëlla, nuk e dëshin më. Jo, nuk gëlojshin, marroi ekonomia dhe ra gjithë kampin lindore burr. Se mos kishte marrur lindje. Se po doja të madhe. Po jo. E madhe vëlla. Po jo. Jo mos e majte dot. Se majte do se ra dhe nuk dhe njerëz do ngrihen. Sistemi politik. Nuk u ngretën sistemin politik nga Moska deri këtu e dorëzoi ekonomia dhe ekonomia dorëzoi. Po njerëz shokët tuaj në atë kohë që shifshin nëpër Tiranë, qytetar, njerëz që kishin para rajonën edhe ai doishin atë regjim. Nuk e doishin. Jo, nuk e doishin. Edhe ata kanë votuar PD-n. Po sepse kanë menuar që kjo PD-ja është mënyra për të rrëzuar Partinë e Punës. E di se kam thonë. Tani Kita me udhë
Po. Edhe Gzim Kulufi po të kishte dalë, do të ishin Gzim Kulufin, jo për shumë Gzim Kulufin. Për do ishin gjithë ndryshimin. Tash Gzim Kulufi, në këtë rast, nëse një njeri nuk i përket Sali Berishës. I përket këtij populli që s'do dhe komunizmin. Po pra. Tash ky popull, jo më ky popull se ky popull votoi. Ore prap më. Populli demokrat marrë. Ky popull mars 91-shit votoi, mars 92-shit votoi. Po e lemër popullin e Partisë Punës. Po flasim për këtë popull që do demokracinë. Kush popull më se zgjidhni Po burse nuk kishin qartë. Nuk kishin politike, po nuk kishin si të kisha as qartësi, as ideal, sepse ishe shkatarru. Po jo më ishe shkatarru. Po lene më Partia Demokratike, parti që u kriju nga Komiteti Qendror, mbaroi puna. Po është partia krijuan për siguru veten. Partia e Komitetit Qendror SB nuk është e Sali Berishës. Është e atij elektorati I cili e ka marrë atë parti. Po elektorat mor burr se ka marrë 7% tullësisë, po ka marrë 7% vota në 91-shin. Po a kuptoti që mas pluralizmit zgjedhjet e para prapë mori Partia Socialiste me 80%. Po se rrethën më fshatrat pra ne është katarru student. Ajo erdhë gjithë. Olla 30% I ka pas. Ajo 30% që ajo është Partia Demokratike. Pjesa qytetare ishte virus që erdhi nga shemja e kampit lindor, se ore nuk kishte ndodhur asnjë gjë më deri minutën e fundit. Deri minutën e fundit. Ai kanë votuar për këto njerëz. Ore ti fol për një popull, me që e do kështu do ta myllim. Po mirë ti thuash parti personale kjo. Po. A merr vota kjo valla? Po. Tashi po flet telefon. Problemi është që unë po ta them me kaq. Me që thu për popull. Po. Ndodhen ngjarjet që nga janari deri në korrik. Dhe ky popull nuk e themun. E thonë gjithë gazetarët duke filluar nga David Binder me ngjarjen e ambasadave, që edhe ato që kanë hyrë në ambasadë mos këto se kishin ai ide politike. Doshim jetu më mirë më pas se voi kam pas ide politike. Gjë stresa, po lene tash unë kam qenë vet. Po pra për çaj ide. Do ishim me hikmën nga ky vend po. Tash ti po nuk kishin ide demokratike. Ka nevojë me pas ide më valla, robi ikës se di që këtu o keq aty o mirë. Do shkoj aty o mirë, kaq. Tash a mund ta logjikën? Po. Mas ngjarjes së ambasadave, ishte tronditje e rëndë. Po. Dhe merre gjeje, ta gjejon po desha artikullin e David Binder që thotë se ishin gazetarë, kishin ardhur gazetarë të huaj këtu. Po sigurisht po. Po. Me David Binder e me ajo tjetër se ka pas zërit Amerikës. Shema mendesh ja. Sa kam harruar emrin. E ishin plot gjermanë të gjithë, kishin ardhur gazetarë, po blejtën, erdhën deri ke hekat e ambasadave gazetarë të huaj. Tash problemi është që pas kësaj ngjarje mendon ato, Shqipëria do të vlojë. Në të kundërt, u paralizu, hikën gjithë në plazh. Po. Vazhdoi plazhi, ngushti thirrë Ramizalia para të që e quajnë të ngjarjet më dhe turp. Mënyra se u solla duke filluar që nga Saliu e Kadareja e gjithë, që I thotë ky disident I madh Kadarej thotë nuk e kuptoi ç'është pluralizmi. A kuptoti që ne krijojmë histori rrenash? Histori rrenash çuprash. Ky popull që thoti, ai populli që thoti, ikën 5000 vetë, 3 ditë ishte për 13 ditë ishte Shqipëria e para në lajmet e gjithë botës dhe kur ikën atë notë të nesme shkuan gjithë në plazh. Morën rrugët për plazh. Kaq revoltë kishte ai popull dhe kaq liri dhe kaq bindje do të partia ishte fort partia. Boni mitingun që tha. I tha partia shkollë. Po lënë mitingun dhe edhe këto kishin. I vun pusetën. I vun çai vun pusetën. Po lënë të shi mos na çuditë tash. Sinqerisht mos na çuditë. Unë nuk po them që ky është pa mas në çuditë tash. Se ne pa pranuar të vërtetën ashtu siç është ne nuk mund të rregullohemi se kemi thur histori rrenash dhe kemi ndërtuar një mal të madh me rrena tash që nuk dim ka dalë më. Nuk jam duke thonë që ky është popull heroik liri dashi që ka ça rrugë në historisë me shpatë dorë. Po unë po them që ky popull sidomos që do më jetu më mirë. A kupton? Kjo është do njëri do më jetu. Po pikërisht pra. Do njëri më jo popull. Ka njerëz që kanë menu dhe janë rreth dhe kanë shpresuar që PD-ja do t'i bëjë të jetojnë më mirë. Këta menojnë janë ata që duhet ta trashëgojnë PD. Nëse është se u dulëm se s'kemi harë për dhjetorin se na ka lodhur ai dhjetori mo që na albosi burri nonës. Po I kthem tem pra. Pra këta njerëz, këta janë PD, nuk është Sali Berisha, këtë duhet të them unë. Pa lënë ato njerëz çka kanë bëmër zoti se po na lumë. Kjo pra është problemi, çka kanë bëjë janë rreth. Kanë bëjë rreth, nuk kanë qenë gjendje, fakti që nuk janë gjendje, fakti që I rri Sali Berisha 35 vjet. E njëjta klasë politike tregon që janë sikta. S'kan pas alternativë. Sikta, dhe po them kushtet. Ja po kap atë lapën.
Merre veni njësoj si Berisha. Është demokrata, Njësoj si Berisha. Ai është parti. Palendë se na bënë me në zonin, se për he me ty në zonin. Hajde. Tashi ç'a do bëhet? Tashi problemi është që ne de facto nuk kemi opozitë sot. Opozitë që ti jetë opozitë. Ky është problemi pra. Ky është. Këshilli i Evropës çon ty që opozita është destruktive, nuk pranohet dhuna, nuk pranohet kjo. Dhe faktikisht ti flet për vot lirë, një rrugë ka vota lirë, demokracia. Ke kutia votimit. De facto sot po të them unë ty mos bëj asnjë vot mos të vjedhë Edi Rama, ja merr. Ja merr. Do të ndodhi. Pra, kjo është pyetja. Ajo që duhet. Mos merrem as me Lutorin, as me Korrikun, as me Janarin. Për mua një vend demokratik ka nevojë për opozitë, sepse përndryshe, nëse s'ka opozitë përballë, edhe nëse ai lideri, ai që është kryeminist, ç'a them unë, Nelson Mandela apo në një figurë kështu papën e Romës, ç'a dush ti vej aty, mos ketë opozitë do bëhet i keq. Kështu thën teoricianët e shkencës politike. Aq më tepër tashmë kur opozitën jo që se ka, po ky e ka në kontroll. Ky e ka opozitën të vetën. Opozita është një ministri e qeverisë Rama sot. Sali Berisha dhe është ministria më e rëndësishme, ministria e propagandës, sepse po i shërbet Ramës. Sali Berisha rri aty për të marrë Ramën pushtet. Dhe Rama jep në llokën Berishës që të vrojë edhe ky të bëj, sepse do fuqizohet ky, pra e mame e ushqen. Dhe është menor ministri më i ushqym. Këta të tjerët marrin ai tender, por ky merr më shumë. Ky merr leje ndërtimi, ky është u pasuruar valla, sot që flasim. Ky bizneset i janë lut. Ky thotë që jemi në diktaturë. Financiarisht është i fortë. Në fakt vazhdo po biznes. Vazhdo ka media të veta, vazhdo ka instrumente, ka biles oligarkia punon për këtë. Ke pak që ky s'flet për oligarkët, ky s'flet për këta bosat e mediave. Shumë bukur të kemi një gjitha not për notin e gjendjes. Po sepse këta të gjithë bashkë tashmë janë një sistem. Po i kemi nuk del, po pra, Olir. Ky sistem në teoritë e sociologjike të sistemi thotë punon ditë vetëm për një gjë, që të ushqej veten dhe ta marrë veten në fuqi, në pushtet. Dhe sistemi tashmë çfarë është po? Është natë ditë punon për të mbajtur gjallë gënjeshtrën, sigurisht Sali Berisha është opozitë. Dhe nëpërmjet kësaj pengon çdo opozitë të re që lini ti bëj opozitë Ramës. Po ku është kjo opozitë e re? E pengon sistemin. Ku është? Ta shohim mirë, ta shohim fytyrën ku është. Nëse Sali Berisha do bjerë sot, Partia Demokratike do mbyllet, që sot do lindi opozitë e re, sepse vakumin politika nuk e pranon. Problemi është që kjo opozitë, kështu siç është, kjo opozitë falso, duhet majtë në kom, sepse për ndryshë a lindë opozitë e re. Me gjithë lind, se ishe kjo dhjetori. A lindi 19 në opozita? Ja, prit, ka hiqë. A lindi 19? Qa rezultati ke? Pra nuk lindin në mënyrë organike. E mori pushtetin, më gjithsesi e mori. Çi pushtet morë më po themi ata. Pushtet më po do erdhi. Po erdhi mos e do vite, ishte bë kontrata. Po pra. Me çfarë erdhi? Po jo më nuk e po shtuan marrën misionin. Po jo, ato që njerëzit, pra vakumi nuk pranohet, do mushet. Dhe opozita do vinë që do vinë në të njëjtin rreth vicioz pastaj, sepse e di pse ta thash. Po jo tash tani rreth vicioz, tash unë s'po them që ne do të paraj pas ikës Berishës. Nga njerëzit si ju. Të tjerë të ri që keni njëjtën ide. Përse nuk bëheni bashkë dhe të filloni të organizoni siç e bën. S'kam unë jam politikan valla, mos marr. Po marr si shembull. Të bëni, të bëjnë siç bën Hungari valla. I mori 13 vjet burrit huaj me anë pushtet. Nuk ne duam sot bëhen zgjedhjet, ne duam bëjmë ndryshimin sot, nuk bëhen ditë zgjedhje. Shqiptari do të gjitha Po pra, nuk bëhen ndryshimi ditë zgjedhje. Këtë po them pra ne, është e destuar kjo punë. Është e destuar sepse ne nuk kemi strategji, nuk kemi ide dhe nuk kemi si themi, nuk kemi target që do shkojmë këtu, prej këtu. Ne gjithë dalin sot, e du sot partinë e Berishës që të hynë nesër zgjedhje, që të morën të bëhem kryeministër, pastaj kemi pa gjithë si ka shku kjo. Normal, po problemi është që nëse nuk krijohen kushtet, ne skemi se duhen kushtet, kushtet i ka krijuar me. Se flasim me Sali Berishën, për Sali Berishën si ja vlen me Arxhu Gjuslavi sot. Po për Sali Berishën flitet sepse ai po pengon që ky vend ketë opozitë vëlla. O e dim këtë më Ergysta e dim gjithë me këtë që thotë jo se nuk thotë gjona të sakta, po për not përsëriten këta probleme. Po sepse për sa kohë ka mundsi të japin ai. Për sa kohë njerëzit s'e kanë kuptuar këtë, po vazhdojnë marrën e la Berishën. Po kuptuar vëlla, kush e ma bëri ai po shko po bëhet. Po pse marrin pra demokratët aty? Ai marrin ata. Po duan me majt ato. E pra po, duhet ta kuptojnë ata, po se kuptuan ata do vazhdojnë. Sa më do bindesh ata ti çeta ti Kamili do bindesh ti? Po jo ata 200 veta, ma po BD ka 5000 vota. Po ku i ka më të shohësh se si do shkoj këtë radhë? Po do shkoj më keq. Më keq do shkoj. Dhe më mirë do të shkoj më keq që to 5000 vota të shkojnë diku tjetër. Po pra po zgjatet litari. Po tash ç'do bëj pra se s'ka se çu ka bë ky. Tash unë kam këtu për ta mbyll. Po. Për ta mbyll. Unë kam këtu që
ka mundësi se me konstatime jemi lodhë dhe din gjithë me kapi kalamon rrugë tash sa që njerëzit nuk shohin mo lajme, nuk shohin mo televizor se i ka ardhur politika këtu. Po. Jo vetëm politika, po dhe media. Po sigurisht, që prodhon këtë politikë, që prodhon politikë sepse dhe bashkë politikë. Po. Media s'është media, është politikë dhe media. Po. Tash ti, se media duhet të jetë pushteti 4, po këtu ku ka, këtu s'ka. Këtu është një pushtet një pushtet. Jam dakord. Me dorën gjithë. Tash ti, ka mundësi, a ka ndonjë njeri të mençëm ky vend që t'japi një ide si fillohet zgjidhja, se ne du me zgjidh pa menu herë se si mund zgjidh kjo punë. Kjo është situata, mërë, jemi kara flaka. Po nuk ka zgjidhje kështu më valla, nuk ka receta. Po atje folim kot. Po jo, po. A folim më mirë për sport? Folim, po më mirë më për mishinera. Po pra, a folim për Bayernin se po pra, Bayerni shumë bukur. Pikloi varë. Po mbyll dha politika, mbyll cikli, e pranoi edhe Ergys Mërtiri, si do të dali finalja Bayerni me PSV. Unë si hakmarrje shpresoj të fitoj Arsenali. Arsenali me fitoj Arsenali, po që kemi bashkë, unë me anglezën, se na mori, se Bayerni hiku për lesh. Po hiku Bayerni të faktën të hakmerë dikush për humbjen e Bayernit. Ja. Ergys, megjithatë kjo që ti e ke për qef shumë në këtë situatë, ç'a mendon drejtësia, ku po shko? A po kemi, apo funksionon? Shiko, drejtësia mendojnë është sigurisht me stërkomça, me pengesa dhe është një drejtësi e cila po luftohet egërsisht nga Sali Ram Berisha kush po lufton mëse i kanë durët e lirume mo sa ska. Kush i ka lirume? Sa ska i kanë durët. Po ju vetë thatë mërzotni vetë thatë para pak minutash që e mbyllën ka fazilimentën se bëjtë presion shantazh. Po. Unë tash Berisha e bo për ditë. Kush e pengohat spakun që me thonë, hajde i dhe ti që i këtu ke kapazi. Presioni ndoshta politik. Ndoshta, po themon se nuk... Atëherë një drejtësi që i dorëzohet presionit politik nuk ka drejtësi. Po pse duhet kollaj dhe më përballë me gjithë sistemin? Duket kollaj që morin ka 10.000 euro në muj ato, duket kollaj që kanë ka 30 euro ato, duket kollaj që e kanë marrë për mos ta morën për sipër zotni. Kur ta morësh për sipër pyet e mirë me nderën. Po ato, shiko, ata pyet e mirë. Po çfarë tani rrishim ashtu si ishim thotë? Jo, pyet e mirë këto. Ke armë vendosësi, double standard. Nuk po bëjmë pak. Çfarë po bëjmë? E di ti sa më Sali Berishën. Ta kam thonë. Se pak duket ty. Po hetojnë Belina Balluku. Po hetojnë Njësi Ramës. Dakor. Se pak duket ty. Ka mundësi të mja. Po ti marr gjithë to po ti fus në Esenburg, 20 vet. Po. 30 do? 50? Po s'ka rëndësi se është çështje numri. 100 do 100. Nuk është çështje numri. Po i fus nesër gjithë të Hamburgut. Po. Mendon ti se e zgjidhë drejtësinë? E zgjidhë drejtësinë për 1 milion njerëz që rrinë me letrën e përdurur dhe do të presin 20 vjet zotni. Kjo është drejtësia. Më bë vonë, më plasi mu se hyni as hyni ky Hamburg. 20 vjet njerëz që i sillen në përgjigje atë zgjedhje. Njerëzit që rrinë vërdall në përgjigje nuk do t'i zgjidhë kjo, sepse kjo është bë me Hamburg politikanët, jo me zgjidhja të tyre të tjerëve. Pra janë hallka të tjera ato. Por nëse do futen Hamburg politikanët, avash do ndryshojë kjo klasë politike, edhe ata gjyqtar do ndryshojnë nesër, sepse ata gjyqtar janë produkti i kësaj politike. Kam respekt se je sociolog. Nuk ka. Kush ka zgjedhur ata gjyqtar më? Nuk ka drejtësi prit. Pse vjedhin ata? Pse i morin lek ata fugareve? Pse ta japin pronën ja morin tjetër ja japin? Mundësi fizike me i lexu dosjet. Ka 5.000-6.000 dosje gjyqtar. Mundësi fizike me i lexu nuk ka. Dhe ne mendojmë se po dënojmë këto valla. Problemi është. Po çfarë duhet dënuar më këta që na vjedhin? Çfarë i bëjnë? Meqense merr drejtsinë ai talent dhe këtë të vjedhin. Ore, po pritet se kemi pikë në vjedhin si gjithë botën po vjedhin. Kush po vjedhin si gjithë botën? Gjithë botën po vjedhin. Korrupsioni apo degenerojnë çdo gjë. E ke për çfarë bëjnë, po them. Godina e Bashkimit Evropian është godina më hajdute më e korruptuar në botë. Po jam atë. Ja po ta garantojmë dhe ti je shumë mirë, shko pyet. Ore, nuk po them, korrupsion ka kudo, kjo është e vërtetë, por këtu nuk është këtu korrupsioni është endemik valla, këtu korrupsioni është. Jam dakord. Shiko, atje gjen një të korruptuar, kurse këtu zgjas një të pa korruptuar valla. Atje mund të ketë tek në një të korruptuar. Tashti. Kurse këtu janë gjithë valla, kupton? Këtu është po gjete një që s'është i korruptuar këtu, ai quhet budalla. Domethënë ky o ky valla. Për ta mbyll. Ti mendon se do të realizohet dënimi këtyne në një kohë që se e djali lexuam. Tash këtë ma thu për presion ti mua. Jo, s'kem për presion. Jo. Ke pati në drejtësi edhe këto venet e Europës, edhe Shtetet e Bashkuara,
që i vinë këtu me vruka, qiti. Edhe këto kanë dash, jo vite, po sheku në ardhë këtë pikë. Po nuk bëhet për Që është kjo urgjencë, sepse drejtësia me urgjencë, dy zotë në nesër. Do ta morin Erion Velin, do ta morin Ilir Metën, do shkoj Strasburg, ta garantojnë se kam folë me jurist. Me jurist niveleve të larta këtu, dhe pra ne është ky konflikti edhe gjykatës të lartë me këto ignorantët poshtë. Do ta morin dosjen edhe nuk ta qisin pafajshëm. Për shkelje flagrante procedurës do të pushohet çështja. Ja ta garantojnë, mama me këtë fjalë. Fjala fundit. Kto i thënë vetë ata që jo, ta garantojnë më. Ta garantojnë ka shkelje flagrante procedurës, a kuptoti që ti ke prokurorin speciale, një prokuror si Olfidado, që ka ka arrestimin pa pas dosjen gati, si bëhen arrestimin gjithë botën? Bëhet dosja. Kjo nuk e nxjerr pafajshëm atë më, edhe nëse është kështu si thotë, nuk e nxjerr pafajshëm atë. Vjedhën e ka boj. Ore gjithë. Ora dosja ka faktet. Faktet janë. Po flasim sikur vëllai, se unë po flas me çka kam pa, nuk me çka kam pa ndosje. Në qoftë se kjo del të vërtetë. Prezumimi pafajësisë zotni ti thu hajdut, por nuk mund të thush tjetër. Nuk kam një gjuhë në botën që duhet të shkojmë. Nuk kam një gjuhë që të thot hajdut. Je i akuzuar. Nuk ja ka mohu askush. Je i akuzuar. Askush nuk ja ka mohu as Erion Velin. Se momenti që thuje hajdut ka marrë fund gjyqi. Dhe këtë bëjtë Ramit Çela me prokurorinë e Enver Hoxhës. Nuk po themi hajdut. Këtë bëjshin ato me aksione, nuk bëhet drejtësi me aksione. Nuk po themi janë hajdut. Prezumimi pafajësisë nuk i është mohu. Ata janë në burg sepse kanë kërcënuar provat. Jo më vëlla, po mirë tash, me që ti je dosh aq shumë Europën. E di që ka Këshilli i Europës dhe ka thonë pikërisht për këto raste Metan, Veliajn, Dreqin, Birin. Jo, s'ka thonë asgjë, s'ka thonë. Po një minutë. Po shko e ke. Po ka dalë në gazetë, më çka ke lexuar? Që i ka thonë e para ti ke sot më shumë të burgosur që janë të padënuar se sa të burgosur dënuar. Nuk not kon bot. Nuk not, sepse nëpër botë nuk kërcënon njëri prokurorin. Ju edhe doni Europën, po doni edhe katonin e. Po jo më vëlla se s'janë europian këto. Atje në Europë. Po mirë, po pse do standarde Europë nuk janë europian? Sarkozia theti u gjykon gjendje të Po pse do standarde europiane më zotni? Gjykojmë me standarde. Po standarde europian gjykata speciale arbur. Po gjykata speciale. Ska si vend i Europës gjykata speciale. Tani gjykata speciale është bosë, ky është vend anormal. Se po ishte vend normal, s'do kishte nevojë të bëjë reformë drejtësi. Gjykata speciale pikërisht nga kjo me aksion dështoi krahazi, dështoi. Jo, pse ka dështuar vëlla? Do baste, i hyn tash sa vet kanë dalë kanë marrë nga Strasburgu. Po le të kenë marrë. Klasa politike. Kush do i paguaj lekët? Edhe nëse ne pagujmë lek për këtë, do jetë kosto më i vogël nga vjedhjet që kanë bërë ata dhe po ti vesh në kanar, do fitojmë më shumë duke paguajtur lek Strasburg për këtë se sa duke i lënë hajdutët nëpër qeveri, nëpër poste që të vazhdojnë vjedhjet ata zhvasin këtë vend. Tash unë po them këtu që Sarkozia u gjykon në vend të lirë sepse Sarkozia nuk merr me kërcënuar prokurorin. Sarkozia thotë jam dorëzuar drejtësisë dhe qep gojen dhe flet me drejtësinë. Kurse këta ç'a bojnë? Këta sulmojnë prokurorin. Po mirë, se sa rrestim po të bëj pyetje prapë çfarë dërishën se në a është jeta gjykatë? A është jeta prokurorit special? Këta kërcënojnë dëshmitarët. Këta mçefin provat, këta mçefin kartat, këta. Ora atje më jep përgjigje. A është jeta prokurori? Po pra. Përse Berishën e lën? Që kërcënon moron se Meta dhe Meta e ka fund ka pas. Sepse këtë e di prokurori që gjykoi Berishën, mendon që nuk ka nevojë për këtë. I di ka prokurori, që e kanë një prokurori me dy prokurori mrena. Jo më jo, prokuroria është me 20 ca prokuror. Dhe cili prokuror gjykon për çështjen e vet. Po, dakor. Po gjykon gjithësoj vëlla. Dakor. Standardet dhe ligji janë për gjithësoj. Po më them pikë. Vëlla ligji është po interpretimi i ligjit, interpretimi i rastit, jo ligjit. Është ndryshëm. Nuk janë gjithë rastet njësoj. Njëri këtë rast interpreton kështu, tjetri këtë rast tjetër interpreton ndryshe. Pavarësisht se mund duken të ngjashëm. Ti kërkon standarde Europe. Ke pa në vend të Europës atë botës si që prokuroria ka drejt të kontrollojë telefonat e gjykatës? Patjetër pse jo. Me vendim gjykate. Po. Patjetër. Po fal, fal. Me çeke bolshevik. Jo, mos. Po, bolshevik. Ti thua vetë ti çeke bolshevik. Ti çeke bolshevik sigurisht, po ta them. Një sekond, një minutë. Kush e gjykatën kur vjet? Nuk kush e jeton gjykatën valla. Jo, se jeton me një, ore nuk ka drejt mu nuk ka drejt ai me kap telefonin. Se e çoj kushtomenja. Me vendim gjykate. Pa vendim gjykate. Ku është vendimi gjykate? Po me vendim gjykate. Ku është vendimi? Është një gjë e firmose kontratë që Spaku duhet kontrollojë telefonat
Është me vendim gjykate dhe. Nuk është me vendim gjykate. Po e ke gabimin. Nuk është me vendim gjykate. Dhe nëse është me vendim gjykate, një njeri që ti ke vendosi drejtësi dhe nuk ka asnjë akuzë, asnjë indicje, ti ke drejt të kontrollosh telefonin, kjo është fundi i drejtësisë. Kjo është fundi i drejtësisë. Jo, pa indicje për të. I kontrollon gjykatës nalt më burr. Ku shkosh më? Gjykatës nalt i kontrollon telefonin. Nëse vjedhej, vret. Gjykatës i lartë, i gjykatës lartë. Po më çuditson të qoftë se. Po para. Në qoftë se kishte halla tope, do i thëshim dal. A do hetohet ajo vëlla? Po. A do hetohet antar gjykatës lartë? Jo, po nuk është më vëlla, ti ke gjykatën e detyrë. E ke gjykatën detyrë më zotëri. Po është gjykatës detyrë. A bo krim e kë? Me bo krim, ta zëm, bo krim kë. A me bo. Po kush do hetohet atë? Po un po themi. Do hetohet prokurori. Nuk është në tim, nuk është asnjë gjë i kontrollohen telefonat. Jo, po nuk kontrollohet pa tim. Po jo më se janë rrenat e këtij. Po jo më like. Po jo më. Hajde të dagjem ty. Mirë gjë, edhe më frit rasti. Valene tash. O ti merr kat keqen në një çel aty. Kjo ishte për sonte si gjithmonë me Ergysin luftë.